Detaje të reja janë zbardhur nga operacioni gjerë i zhvilluar në zonën e Sarandës dhe Ksamilit për goditjen e ndërtimeve pa leje, ku në pranga ka rënë disa persona, ndërsa të tjerë janë shpallur në kërkim. Burimet bëjnë me dije se deri më tani të arrestuarit janë Kristofor Shkrepa me detyrë inspektor policie në zonën e Ksamilit, si dhe biznesmeni Alqi Papa, pronari i hotelit në Sarandë. Ndërkohë, sipas informacioneve të fundit, operacioni është shtrirë në një numër të konsiderueshëm urdhër arrestesh, ku mësohet se janë lëshuar 4 urdhër arreste për efektiv të Komisariatit të Policisë Sarandë, 4 për zyrtar të IMT Sarandë dhe 4 për ndërtues. Nga radhët e efektive të policisë janë arrestuar Kristofor Shkrepa dhe Kastriot Satka, të 2 specialist zonash, ndërsa i shefi krimeve Blerim Tafçiu është caktuar me mas arrest në shtëpi, ndërsa oficeri krimeve Irakli Koçiaj është shpallur në kërkim. Sa i përket zyrtarëve të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë, raportohet se asnjë prej tyre nuk është arritur të kapet deri më tani. Në grupin e ndërtuesve i arrestuar është vetëm pronari i hotelit, Alqi Papa, ndërsa 3 persona të tjerë janë ende në kërkim. Sipas burimeve paraprake, prokuroria ka lëshuar disa urdhër arreste në kuadër të një hetimi që përfshin efektiv të policisë së shtetit, zyrtar lokal, biznesmen dhe ndërtues, të dyshuar për lidhje me aktivitetin e palishëm të ndërtimeve në vijën bregdetare.